Në vitin 2010 në komunën e Likovës të lindur kemi 380, të vdekur kemi 149. Në vitin 2016 kemi të lindur 365, ndërsa të vdekur 169. Kjo është periudha kur në një farë forme dhan efekt masat qeveritare të asaj kohe për fëmijën e tretë. Për fëmijën e tretë dhe të katërt. Është viti 2022 kur është koha e përmendet ju e koronës, ndikimi i virusit Covid. Atëherë kemi të lindur 299, ndërsa të vdekur 162, dhe viti 2024 të lindur 289, 128. Pra në komunën e Likovës në një farë mënyre kemi shtim natyror pozitiv. Numri i të lindurve është shumë i madh. E kemi marrë komunën e Bosilovës, pra si një komunë e cila është populluar me popullat maqedonase për të reflektuar në një farë mënyre realitetin demografik etnik në Maqedoninë e Veriut. Komuna e Bosilovës në vitin 2010 166 të lindur, të vdekur 143, në vitin 2016 131 të lindur, 174 të vdekur, viti 2022 84 të lindur, të vdekur 164, dhe të lindur në vitin 2024 72 151, domethënë paka shumë nga viti 2016 të këndej në këtë komunë bizotron numri i personave të vdekur. Tetova në vitin 2010 të lindur 1207, të vdekur 659, në vitin 2016 të lindur 1153, të vdekur 732, në vitin 2022 bie edhe në Tetov dukshëm numri i personave të lindur është 963, ndërsa të vdekur kemi 725, dhe në vitin 2024 kemi gati një lloj barazimi midis personave të lindur dhe të vdekur. Pra të lindur kemi 779, ndërsa të vdekur kemi 749. Manastiri, pra një qytet i cili është i populluar kryesisht me popullat maqedonase, edhe pse natyrisht edhe atje ka një numër të konsiderueshëm të shqiptarëve. Në vitin 2010 në manastir ka 976, të vdekur ka 1171, në vitin 2016 janë të lindur 903, të vdekur 1126, të lindur në vitin 2022 janë 704, ndërsa numri të vdekurve është në rritje shumë frapante, pra është mbi 500, pra mbi 500, që është 1224, dhe në vitin 2024 651 të lindur, ndërsa të vdekur janë 1110 persona, që është një alarm demografik për qytetin e manastirit. Struga në vitin 2010 ka 695 persona, ndërsa të vdekur ka 489, të lindur në vitin 2016 ka 699, 422 janë të vdekur, të lindur në vitin 2022 janë 528, të vdekur 524, pra edhe në këtë qytet gati se bëhet baraspeshim midis të lindurve dhe të vdekurve, dhe në vitin 2024 prap ka një rritje më e madhe e numrit pra të personave të lindur, janë 475, ndërsa 416 janë të vdekur. Strumica ka persona të lindur në vitin 2010 711, ndërsa të vdekur janë 530, në vitin 2016 janë 624 të lindur, ndërsa 558 të vdekur, që në vitin 2022 ky balans të prishet në mënyrë të dukshme, sepse të lindur janë 474 persona, ndërsa të vdekur janë 675, dhe në vitin 2024
janë të lindur në Strumic 392 dhe gati se edhe këtu kemi një numër shumë të madh, 597, që i bie rreth 200 persona më shumë janë të vdekur. Dhe për fund kemi marrë për analizë, për bazë, pra sipas një metodologjie që kemi menduar se mund ta reflektoj objektivitetin demografik, është komuna e Dibrës. Të lindur janë 265, ndërsa të vdekur në vitin 2010 janë 110, në 2016 janë 204 të lindur, 122 të vdekur. Në vitin 2022 edhe në komunën e Dibrës ka gati një parafrim midis të lindurve dhe të vdekurve, 163 me 126, dhe në vitin 2024 159 me 121, që i bie që në Dibër edhe më tej vazhdon të jetë raporti pozitiv i natalitetit ndaj mortalitetit. Dhe është komuna e Vinicës. Në vitin 2010 është numri 196 i të lindurve, 175 i të vdekurve, të lindur në 2016 158, ndërsa numri të vdekurve rritet dukshëm rreth 23 persona janë të vdekur më shumë. Pastaj në vitin 2022 në Vinicë lindin, në vitin 2022 pra 111 persona, vdesin 209, dhe në vitin 2024 ky numër është krejtësisht i disbalansuar për shkak se në komunën e Vinicës lindin 87 persona, ndërsa kanë vdekur 182 persona.